Herën e kaluar po shikonim komandën SSH. Edhe ja ta tras një komandë në bashkë, Ctrl R, SSH. Edhe po lidheshim me këtë serverin me IP 192.168.0.11, që është IP-a e kompjuterit tim. Pra ju hini te kompjuteri im nëpërmjet LAN-it. Këtu është emri i llogarisë tuaj në këtë kompjuter. Unë përdor user1, ju përdorni si tuaj. Dhe sa që ne jepim atë passwordin, pastaj krijuam një çift qelësash publik dhe privat, key1 dhe key1.pub. I cili mund të përdoret në vend të passwordit për të bërë login në një server. Atë qelësin publik, key1.pub, e vendosim në serverin ku duam të bëjmë login. Edhe faktikisht e dërgojmë me komandën SSH copy ID. Copy ID edhe japim atë e kemi bërë, mos i shkruani thjesht për përsëritje, key1.pub edhe .pub. Dhe e dërgojmë te kjo. Kjo komanda SSH copy ID prapë na kërkon passwordin, sepse akoma se kemi vendosur qelësin atje. Dhe këtë qelësin publik e vendos në direktorin .ssh në serverin tjetër. Dhe e vendos te authorized host. Këtu se kemi. Dhe bazuar mbi këtë, ne mund të bëjmë SSH duke përdorur qelësin privat. SSH identity key key1 username at 192.168.0.11. Dhe duke përdorur këtë qelësin privat, ky krahasohet me qelësin publik në momentin që ne tentojmë të bëjmë login, edhe nëse përputhen, atëherë na lejon të hyjmë. Pra, kjo është një mënyrë më e thjeshtë për të hyrë, sepse nuk përdorim password, është edhe më e sigurt, sepse një qelës është më vështirë që dikush ta gjejë duke bërë prova ose duke hamencuar. Edhe ne nuk e mbajmë dot mend një password gjatë, kështu që normalisht do të përdorim një password të shkurtër. Edhe dikush mundet ta gjejë me hamendje, për shembull, çfarë passwordi mund të ketë vënë për shembull Danieli. Kurse me qelës janë duke gjeneruar një çift qelësash, ato gjeneruar në mënyrë të gati të rastësishme, domethënë edhe ka një gjatësi të madhe që duke bërë prova nuk e qëndon. Është e pamundur faktikisht. Pra është edhe më e sigurt, edhe më e thjeshtë për të hyrë. Pastaj mënyrën për të aksesuar serverin e bëm akoma më të thjeshtë duke përdorur këtë skedarin e konfigurimit në direktorin SSH, duke përdorur skedarin config brenda direktorisë SSH. Config. Dhe këtu shkruajmë host dhe një emër serveri. Emri që i vendosim në server. Mund të jetë një emër çfarëdo, nuk ka rëndësi. Pastaj këtu shkruajmë hostname. Pavarësisht se thotë hostname, këtu mund të jetë ose një IP ose një hostname ose një name, për shembull univlora.edu.al, sepse ajo e kthen vetë kompjuteri e kthen këtë emër në IP. Dita kthej. Ta gjej, cila është IP. Por mund të vendosim edhe IP në serverit, nëse dim IP. Te hostname. Pastaj kjo është username që përdoret për të hyrë në këtë server, accounti që kemi ne në këtë server. Kur e shkruajmë në terminal, shkruajmë username edhe pastaj IP e serverit. Pastaj këtu i themi edhe identity file. Identity file, skedari që përdorim si qelës privat, për të identifikuar tek kjo llogari në këtë server, tek ky account në këtë server. I bëjmë save edhe pastaj pas saj ne mund të aksesojmë thjesht me emrin e serverit, SSH server1 dhe hym direkt në server. S'ka nevojë të japim IP-n e serverit, s'ka nevojë të japim portën, të japim username-in, të japim qelësin privat, sepse këto i kemi ruajtur tek ky skedari SSH config. Pra, kjo është një lehtësi akoma më e madhe, domethënë, që na lehtëson hyrjen në këtë server. Tani, dua t'ju tërheq vëmendjen edhe për këto të drejtat e këtyre direktorive. Kjo direktoria SSH, po të shikoni, është e lexueshme edhe e aksesueshme vetëm për të zotin e saj, për zotuesin, për owner.
Kurse grupi nuk ka të drejta ta shikoj, as të tjerë nuk kanë të drejta ta shikoj, sepse kjo direktori ka lidhje me do të thënë ka gjëra që duhet jenë sigurta, sepse aty ka çelësin, ka konfigurimet se si ne hym në serverat e tjerë. S'duhet që përdoruesit e tjerë të sistemit të na i shikojnë këto, vetëm përdoruesi që e zotron këto. Vetëm i zoti i kësaj direktorie duhet që ta përdori. Config nuk ka ndonjë problem, domethënë është e lexueshme, edhe këtë mund ta bëjmë që mos të lexohet nga të tjerët, po s'ka problem. Edhe çelësi privat, nga vetë natyra e tij që është privat, është i aksesueshëm vetëm nga i zoti. Grupi edhe të tjerët nuk kanë drejt. Pra kjo direktoria SSH duhet të ketë të drejtat 700. Dhe çelësat privat që ruhen brenda kësaj direktorie mund të ruhen edhe diku tjetër, po këtë direktorin .SSH e kemi si direktori konfigurimi për SSH, direktoria default e konfigurimit. Pra, çelësat privat duhet të kenë të drejta 600, domethënë grupi 0 edhe të tjerët 0. Pronari i zotit të drejtën për të lexuar dhe për ta modifikuar. Pastaj pam që tek Brexit, Brexit. Pastaj pam që sa mund të japim edhe një komandë. Për shembull ls-al dhe kjo komanda ekzekutohet në serverin tjetër. Në këtë server. Komanda që japim pas kësaj. Pastaj pam që si komanda SSH mund të përdorim edhe SCP, Secure Copy. Dhe kjo përdor atë konfigurimin e komandës SSH, kështu që nuk ka nevojë të përcaktojmë IP-n, username-in, çelësin privat e tjera, sepse janë të përcaktuar atje. Thjesht themi kopjo këtë skedar, për shembull çfarë skedarësh kemi ne këtu. Kopjo skedarin foo.txt tek serveri 1, edhe pas tyre dy pikave vjen direktoria ku do ta kopjoj, edhe emri i skedarit, emri me të cilin do kopjoj. Por nëse ne e lëm bosh, atëherë e kopjon me të njëjtin emër në direktorin home. Kështu që mund ta bëjmë edhe kështu pas dy pikave, thjesht e lëm bosh. Mund të kopjojmë edhe nga serveri remote në këtë direktori. SCP server 1 pra, kopjojmë të skedarin bar.txt, i cili ndodhet në direktorin home në këtë server, e kopjojmë të direktoria ku jemi. Dhe kjo funksionon pa pasuar pa gjë, sepse merr konfigurimin e komandës SSH, tek ai skedari konfigurimi që bën. Tani, si komanda Secure Copy, kemi edhe komandën SFTP, e cila gjithashtu përdoret për të transferuar skedar nga direktoria lokale në serverin tjetër, ose nga serveri tjetër në direktorin lokale. Prap i themi vetëm server 1, është shumë kollaj, edhe jemi tek serveri tjetër tani. Nëse bëj ls, shikoj përmbajtjen e serverit tjetër. Nëse bëj ls, shikoj përmbajtjen e direktorisë lokale. Kjo l është local. Mund të përdor edhe cd për të ndryshuar direktorin në serverin tjetër, mund të përdor edhe komanda lcd për të ndryshuar direktorin në serverin lokal, në serverin ku jemi. Pastaj mund të përdorim komandat get edhe emër skedari për të shkarkuar një skedar, ose për ta transferuar nga serveri tjetër këtu. Ose mund të përdorim komandën put edhe emër skedari për të vendosur një skedar nga direktoria lokale nga serveri lokal në serverin tjetër. Edhe në fund bëjmë një quit ose exit nga SFTP. Tani, një lloj si këto komanda funksionon edhe komanda rsync, që ne e kemi parë edhe më përpara, po e kemi parë me dy direktori lokale. Tani do ta shikojmë që funksionon edhe me një direktori lokale dhe një direktori në një server tjetër. Për shembull, çfarë direktorish kemi ne këtu? Kemi këtë direktorin testdir, për shembull. 3c, mund ta shkruani këtë komandën 3c testdir
less minus r. Kjo është ai direktoria që kemi përdorur edhe për rsync kemi përdorur këtë, edhe për testet tjera. Atëherë këtë direktori dua ta transferoj tek serveri me atë IP, ose te serveri 1, te serveri 1 që kam bërë konfigurimin. Atëherë shkruaj rsync, opsioni -a është për arshiv. Po përdor edhe opsionin v, verboz. Verboz na tregon gjitha ato skedarët që kopjojnë. Për çdo skedar që kopjon na jep një mesazh. Atëherë kopjoj direktorin test dir ose do sinkronizoj direktorin test dir në server tek server 1. Server 1 2 pika vend bosh. Sinkronizoj këtë direktori në serverin 1 me të njëjtin emër. Atëherë i jap një enter, edhe e bëri ajo shumë shpejt e bëri se jam këtu afër. Pastaj këto dy rreshtat janë statistika. Dërgoi kaq byte, mori kaq byte e kështu me radhë, total size. Okay. Tani po bëj SSH server 1 ls alert. Thjesht për të verifikuar që e kam këtë direktorin test dir. Domethënë kjo direktoria test dir është transferuar tek serveri tjetër. Pastaj po bëj edhe këtë komandën 3 test dir. SSH server 1 3 test dir. Pra këtë komandën 3 test dir po ekzekutoj tek server 1. Edhe më thot 101 direktori. E provon që? Acum așa din câte trebuie să zic. Am zis ok, nu ca să nu știu de testin. rsync. Teraz szkoły testin. Wiecie, z jakiego rady szkoły? Ani tu testin. Od patrzeć, które direktory transferowane. Ok? Dobra. Tani, e bëj edhe një herë këtë transferimin. rsync, të njëjtë komandë që tash përpara. rsync, të njëjtën direktori në të njëjtin server, e nxora me shigjet lart dhe bëj transferim. Tani shikoni që ajo nuk transferon asnjë skedar, se herën e parë na nxori nga një rresht për çdo skedar që transferoi 101 skedar dhe direktori. Në këtë rast nuk transferon asnjë. Pse? Nga që? Nga që e ka bërë përpara, sepse kjo komanda rsync ndryshe nga komanda scp edhe ndryshe nga po, ndryshe nga komanda scp edhe ndryshe nga komanda sftp, që gjithë kur I them ne transfero këtë gjithmonë e transferon. Kjo kontrollon domethënë që a ka pasur ndryshime, a ka ndryshime midis direktorisë lokale dhe direktorisë tjetër. Nëse nuk ka ndryshime, nuk e transferon një skedar. Si e kupton që ka ndryshim apo nuk ka ndryshim një skedar? Shikon datën e modifikimit. Nëse data e modifikimit është e njëjtë, atëherë nuk ka ndryshuar dhe nuk e transferon. Nëse data e modifikimit ka ndryshuar, atëherë e transferon atë skedar. Për shembull, po ja ndryshoj datën e modifikimit një skedari në direktorin lokale. Touch test dir. Me touch ndryshoj data e modifikimit të një skedari. Touch test dir, dir
099 për shembull. File Z. File Z në radhë. Tani, ky skedar është modifikuar, sepse kjo komandë thjesht modifikon ndryshon datën e modifikimit. Atëherë po e provoj edhe një herë këtë komandë. Dhe shikoj që tani ajo ndryshon transferon këtë skedar, po duke ndryshuar datën e këtij skedari ndryshon edhe data e kësaj direktorie. Kështu që pra ajo transferon vetëm ata skedar që kanë ndryshuar, që nga era e fundit që u bë sinkronizimi. Vetëm se, siç e kemi parë edhe më përpara, nëse një skedar fshihet në direktorinë lokale, me këto opsione nuk fshihet në direktorinë tjetër, remote, në direktorinë e largët. Pra, nëse unë e fshi këtë skedarin, nëse e fshi me RM, dhe bëj sinkronizimin prapë, aktivon ndjem. Nuk mund të që ta marrë, të nxjerrim të komandën në si këtu dhe këtë tash e bëjmë RM. Po, nëse e sinkronizoj edhe një herë, nga që kam fshirë një skedar brenda kësaj direktorie, data e ndryshimit të kësaj direktorie është modifikuar, kështu që kjo direktori transferohet, por ai skedar nuk është fshirë nga direktoria tjetër. Nëse bëj SSH ls, jo ls, SSH server 1 ls, edhe po e kopjoj këtë me bëj double click, pastaj Ctrl Shift copy, Ctrl Shift V. Shikoj që ky skedar akoma ekziston në server, tek server 1. Ndërkohë që ne e fshim këtu. Domethënë ky sinkronizimi që bëm ne pasi fshim skedarin, nuk e ka fshirë skedarin në server 1. Nëse duam që ta fshim, domethënë që ata skedar që janë fshirë në direktorinë lokale të fshihen edhe në server, duhet i shtojmë këtë opsionin delete. Pra nëse i shtojmë këtë opsionin delete komandës rsync, skedarit që janë fshirë në direktorinë lokale do fshihen edhe tek direktoria ku po e sinkronizojmë. Okej, shumë mirë. Për ty shpak e është se ato direktori pak më të ndryshë. Okej. Pra, edhe mesazhet që na jep kjo komanda rsync, mesazhet na jep nga që japim këtë opsionin -v. Na thotë që deleting, pra na tregon që po e fshim të skedar. Dhe nëse e provojmë edhe me ls, këtë komandën në sticker, që japim komandën ls në tek server 1, shikojmë cannot access no such file or directory. Domethënë tani e verifikuam që është fshirë vërtet në server 1. Tani do shikojmë një komandë tjetër që quhet netcat. Si mendoni, për çfarë shërben komanda netcat? Kurdo? Është e ngjashme me komandën cat, vetëm se komanda cat përdor standard input dhe standard output të kompjuterit që po punojmë. Komanda netcat përdor standard input të këtij kompjuteri dhe outputin e nxjerr tek standard outputi i një kompjuteri tjetër. Domethënë outputin e nxjerr në një kompjuter tjetër, edhe anasjelltas. Pra, për ta ekzekutuar këtë komandë, komanda netcat ekzekutohet në dy kompjutera, edhe bën të mundur që çfarëdo që dërgohet në një kompjuter të dalë te kompjuteri tjetër. Fillimisht po hap një tab tjetër, ose po e mbyll
po e mbyll këtë terminal, po e bëj pak më të vogël. Beni dhe ju atë. Edhe pak një terminal tjetër këtu me një new window. Edhe këtë po e mbyll pak dhe po I vendos krah për krah që duken të dyja. Dakor? Po I bëj një clear ekranit këtu. Me kujtes, kapit me kujtes. Pra hapni dy dritare edhe vendosni një paralel, ose zbri për bri. Tani, njëra nga këto dritare do hyjë në server njësh. Jo dhe një dritare tjetër. S'ka rëndësi, nuk ka rëndësi që tjerë të gjysëm. Edhe po t'jenë pak një vërësi gjysëm. S'ka rëndësi që t'jenë perfekt, ndara perfekt. Mjafton që të duken të dyja dritare. Tani, tek njëra nga këto dritare, për shumë të dritare djatë, po I tek server njëshin. SSH server 1, edhe jam tek server njëshi këtu. Edhe me hostname mund ta verifikoj që jam tek server njëshin. Dakor? E bën? Tani, tek dritarja e serverit, po shkruaj këtë komandën nc, që është netcat, listen, bëj një clear, s'ka gjë, mund t'i bësh clear. Nc minus l për listen, edhe unë po jap një port për shembull 1, 2, 3. Ju mund t'i jepni një port tjetër, sepse nga që jemi në të njëjtin server, ndoshta nuk është e mundur që disa programe të dëgjojnë tek një njëjta port. Pra, unë po jap portën 1, 2, 3, ju bëni për shembull 1, 2, 4, 1, 2, 5 ose diçka e tillë. Permission denied. Okej, do të jem administrator që të dëgjojmë të kjo porta. Okej, po hyen si administrator edhe thjesht po e demonstroj, edhe ju shikojeni, okej? Sudo su si administrator user 1 me këtë user se do të administrator. Po I të userit e switch user Linux password Tani po bëj komandën netcat listen 1, 2, 3, 4, 5 për shembull. Po dëgjon te kjo port. Tani kjo komanda netcat është duke u ekzekutuar. Edhe është duke dëgjuar te kjo port. Mund të jetë një numër I çfarëdoshëm. Tani tek serveri tjetër, po shikoj një herë sa e kam IP-n, hostname minus I e madhe, është kjo IP-ja. Atëherë do lidhem te kjo port me komandën netcat prap, netcat lidhu me këtë server dhe lidhu te porta 1, 2, 3, 4, 5, tek e njëjta port. Jap enter. Tani edhe kjo është lidhur, edhe tani kanë krijuar një lidhje të dy te porta 1, 2, 3, 4, 5 e këtij serveri. Tani nëse unë shkruaj një gjë këtu, më del nga ana tjetër. Pra nëse shkruaj një gjë tek kompjuteri lokal, ajo e transferon si puna e komandës cat, vetëm se inputin e merr këtej, outputin e nxjerr andaj nga serveri tjetër. Edhe ana tjetër funksionon. Nëse unë shkruaj një gjë nga kjo anë, atëherë ajo e nxjerr atë nga ana tjetër. Edhe kjo tregon që këto dyja kanë një farë lidhje dhe kjo lidhje bëhet me anë të kësaj portës 1, 2, 3, 4, 5. Çado që të shkruaj unë del nga ana tjetër. Si punçati.
Tani nëse është shtyp Ctrl C, ndërpritet kjo lidhja me këtë, ndërkohë ndërpritet edhe komanda netcat në anën tjetër. Tani kjo komanda netcat me këtë funksionalitet zakonisht përdoret për të provuar që një port është e aksesueshme në server. Pra nëse unë dua të provoj, për shembull, nëse dua të testoj që porta ta zëm 443 në server është e aksesueshme nga jashtë, nga interneti, atëherë bëj këtë punë. Netcat porta 443 në server dhe pastaj bëj këtë punë me portën 443 tek makina lokale edhe shikoj nëse komunikojnë. Nëse komunikojnë, atëherë porta 443 është e hapur edhe është e aksesueshme në server. Pra, zakonisht përdoret për këtë qëllim, për të testuar që një port në server është e hapur edhe është e aksesueshme. Por mund të përdoret edhe për të transferuar skedar ose për gjëra të tjera. Po. Serveri ka një limit portash? Limiti i portash sa numra ka, domethënë shumë që 65.000 nuk e di. Domethënë nëse ke një numër natyror të shprehur me 2 bajte, është deri në 32.000. I bie në fuqi 16, 32.000 e ca. Nëse shprehet me 4 bajte, nuk e 2 në fuqi të 64 i bie. Nuk mbaj sa bite ka sistemi. Sa numra mund mbaj sistemi, aq porta janë. Nga 1 deri te 65.000 ca, domethënë që i bie 2 në fuqi të 16 apo 2 në fuqi të 32 apo diçka e tillë. Ka mundsi 2 në fuqi të 32, sepse mund të shprehet me 4 bajte një numër në sistem. Domethënë nuk ka limit në këtë drejtim. Numri i portave. Numri i portave është, domethënë portat në komunikimin me një server ose në komunikimin TCP/IP janë si puna e atyre frekuencave të radios. Ti lidhesh me një radio, po të lidhesh me një frekuencë të caktuar që të komunikosh me një kanal të caktuar. Edhe çdo port është një frekuencë e veçantë. Kur ti bën një komunikim me serverin, i thuhet numri i portës që po komunikojnë me këtë frekuencë. Edhe në këtë port është duke dëgjuar një program. Domethënë këtë port e përdor një program. Një port tjetër e përdor një program tjetër. Për shembull, porta 80 dhe porta 423 janë portat HTTP dhe HTTPS që përdoren nga web serverat. Porta 25 për shembull është porta që përdoret për mail server për të dërguar mesazhe. Okej, tani protokolli TCP/IP ka këto paketat TCP, por ka edhe paketa UDP. Ka një farë ndryshimi këto. Nëse kjo që testuam ne është porta 12345 TCP. Nëse duam të testojmë portën 12345 UDP, mund të shtojmë këtë opsionin U. Mund të shtojmë këtë opsionin U, që është për UDP. Edhe nga ana tjetër do përdorim opsionin U këtu për të testuar portën UDP. Edhe është e njëjta gjë, funksionon në të njëjtën mënyrë. Ja, po startoj këtë unë, vetëm se mënyra e komunikimit nuk është me paketa TCP, po është me paketa UDP. Tani është pak e vështirë që po shpjegoj këtë ndryshimin midis paketave TCP dhe UDP. Paketa TCP ose protokolli TCP i dërgon paketat në një radhë të caktuar, paketë e parë, paketë e dytë, paketë e tretë. Edhe për çdo paketë që dërgohet, serveri jep një konfirmim që e mora njëshin, e mora dyshin, e mora treshin. Nëse mori njëshin, mori dyshin, mori katërin, i thotë që shiko se ka marrë treshin, i dërgon prapë treshin, dhe ajo i vendos në radhë. Ky është protokolli TCP. Kurse protokolli UDP, paketat dërgohen pa numër, domethënë që dërgon paketën e parë, dërgon paketën e dytë. Paketa e dytë mund të arrijë përpara paketës së parë. S'ka rëndësi, ose disa paketa mund të humbasin gjatë rrugës. Në protokollin TCP, serveri që po komunikon i thotë që se ka marrë paketën me këtë numër, ma dërgoj edhe një herë. Në protokollin UDP humbi, s'ka rëndësi, vazhdo, merr paketat e tjera. Si mund të ndodhë që paketa e dytë arrin përpara paketës së parë? Jo, po
ndodh sepse interneti është dinamik, edhe rruga që zgjedh një paketë mund të jetë ndryshme nga rruga që zgjedh një paketë. Zakonisht është e njëjta për disa paketa rresht, por mund edhe të ndryshojë. E para kalon nga kjo rrugë, e dyta kalon nga kjo rrugë. Kjo që kalon nga kjo rrugë ka trafik, edhe nga trafik arrin më vonë. Edhe kështu që mund të ndodhin këto gjëra. Kurse këto paketat UDP nuk kanë numër, nuk kanë radhë, edhe po humbi. Ti i dërgon edhe ai të marr sa të marr. Zakonisht paketat UDP përdoren për shembull për të transferuar kështu audio video që domethënë nëse je duke transmetuar një video, nuk ka rëndësi se humbet sa paketa, se ajo thjesht një ashtu të vogël bën domethënë. Edhe janë edhe më të shpejta këto. Janë edhe më të shpejta se nuk ka nevojë për konfirmim. Domethënë transferimi dënave bëhet më shpejt me paketa UDP. Nga që s'ka nevojë për renditje dhe për konfirmim e kështu me radhë, transferimi. Thjesht e dërgon. Po, ka më shumë. Po kjo është më shpejt. Ka më pak a shumë mund të humbasin disa paketa, por është më shpejt. Edhe përdoret për video. Nuk ka rëndësi se humbet ca paketa gjatë transmetimit të video, sepse edhe thjesht e zvoglon pak atë cilëtetin e videos, por nuk është një gjë e madhe. Rëndësi ka ajo shpejtësia edhe që quhet throughput, sasia e informacionit që duhet në një njësi të caktuar. Kështu që për të testuar portën UDP përdorim këtë opsionin -u në të dyja. Ja që ta shikojmë që prapë funksionon. Po mbyll këtu me Ctrl+C, mbyllet edhe andej. Jo, këtë mbyll ka, po që i shtypim prapë Ctrl+C. Tani çfarë mund të bëjmë tjetër me përveç testimit të një porte, me këtë komandën netcat. Mund të transferojmë edhe përmbajtjen e një skedari, duke e kombinuar me komanda të tjera. Për shembull, këtu në server po shkruaj këtë komandën netcat, dëgjoj te porta listen te porta 1345, l këtu, listen this port. Por i them që merr standard inputin nga skedari etc password, për shembull, etc. Pra nuk e jap nga tastiera, këto që shkruaj këtu hi, hello e tjera, nuk e jap nga tastiera, por i them që merri nga ky skedar. Merr rreshtat e këtij skedari si input. Tani po i provoj këtej nga kompjuteri tjetër. Kjo komanda këtu është e njëjta, vetëm se këtu po i shtoj të wait 3, të presi 3 sekonda para se të fillojë komunikimin. Dhe këtu do ta ridrejtoj outputin. Domethënë outputi që vjen, në vend që të dalin këtu, këto komandat që transmetojnë këtej, do t'i ruajnë në skedar. Edhe po i ruajnë në skedarin për shembull edhe jap enter. Po. Se çfarë kam në veja se di. Si kam dhënë asë. Okej, kam bërë gabim. Wow. Edhe një herë e kopjoj këtë. Ctrl A. E startoj. Kjo është duke dëgjuar tani. Po pret kjo. Jap këtë komandën këtej. Kjo pret 3 sekonda para se të fillojë komunikimi. Prandaj bënoj pak, pastaj komunikimi është i shpejtë, nuk ka problem. Por zakonisht bëhet kjo pritja këtu në fillim për të sinkronizuar mirë. Tani shikoj çka kam këtu te ky skedari test 123.txt. E bëra këtë punë, po ta shikoj çka kemi këtu. Les faktikisht është përmbajtja e skedarit etc password që transmetova nga serveri. Okej, po dal nga les me Q, e mbyll prapë këtë. Tani, siç transferova një skedar, mund të transferoj edhe një direktori të tërë. Duke kombinuar me komanda tjera, duke kombinuar me komandën tar, bëj një arshiv të direktorisë në server, transferoj arshivën, e zbërthej nga ana tjetër. Për shembull,
po krijoj një direktori këtu në server. Tani po transferoj nga kompjuteri lokal tek serveri, kështu që po krijoj një direktori në server, më të dir cp test copy, se duhet kopjoj një direktori nga kompjuteri lokal në server. Tani po përdor prapë komandën netcat listen te kjo port, mund të përdor çfarë do lloj porte, nuk ka rëndësi, se u fiksova në portën 1345. Dhe outputin që do vi nga kompjuteri tjetër, po e kaloj me anë të kësaj operatori Python, po e kaloj tek komanda tar x z p f minut. Tani kjo f është skedari që do zbërthehet. Kjo x është zbërthet, ekstrakt. Mund t'i vendos dhe këtë përpara. Kjo x është ekstrakt. Kjo z-ja tregon që është i zipuar. Inputi i skedarit është i zipuar. Kjo p është për preserve, për të ruajtur ato të drejtat e skedarit, siç i ka, domethënë edhe datën e modifikimit, dhe kjo f-ja është skedari që do zbërthehet. Tani, nëse u vendos minus mbrapa f-s, në vend të emrit të skedarit, atëherë inputin e merr nga standard input, në vend që ta marr nga një skedar. Pra, inputin arshiva që do zbërthehet do t'i vi si input nga outputi i kësaj komande, nga outputi i komandës cat. Tani po e shtyp këtë. Kjo është duke dëgjuar këtë porta 1 2 3 4, vazhdon të dëgjoj. Tani nga ana tjetër shkruaj këtë komandën tar, do të krijoj një arshiv me opsionin -c, z do ta zipoj me gzip, pastaj kjo opsioni p ruan ato datën e modifikimit dhe ownership të skedarëve dhe direktorive, dhe pastaj f, skedari ku do ta krijoj arshivën. Tani mbas s po vendos të minus, që do të thotë që mos e ruaj një skedar, po dërgoj në standard output. Arshivin që krijohet dërgoj në standard output. Dhe nga standard output po e kaloj me pipe te komanda netcat. Pra po i them prit 3 sekonda dhe serveri ku do lidhet është ky server, porta 1 2 3 4, siç është porta këtu e njëjta portë. Tani po jap një enter, 1 sekondë. Se këtë komandë unë si kam thënë se nuk e kam thënë se çfarë direktorie duhet të fus në arshiv. Atëherë po i them fut në arshiv direktorin test 10. Pra kjo është direktoria që do arshivohet. Se e kisha harruar. Tani po shtyp enter, pret 3 sekonda. Edhe vazhdon, bën atë punën e saj. Tani harrova duhet të kisha shkruar një herë te kjo direktoria këtu. Okej. Po e bëj edhe një cd cp test. Jap edhe një herë këtë komandën sipër. Jap edhe një herë këtë komandën. Pres 3 sekonda. Tani jemi tek direktoria cp test që ishte bosh, sepse sapo e krijuam. Shikojmë këtu tani kemi test dir. 3 c less. Nuk na funksionon kjo, kështu që po e lëm pa less, jo w, po less r. Atëherë kjo ka transferuar gjithë direktorin. Si e transferoj? Duke transferuar një skedar. Çfarë skedari? Skedarin që bëm arshiv, do të thonë një direktori. Arshivuam nga njëra anë, kaluam me anë të komandës netcat tek serveri, pastaj nga ana e serverit ekstraktuam, e zbërthuam prapë nga arshiva. Pra, kjo ishte komanda netcat.
Atëherë unë them ta mbyllim për sot, meqense vajte dhe ora. Faktikisht filluam çka më vonë nesër edhe do vazhdojmë prapë nesër.